Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma ba'd. Falënderojmë Allah subhanahu wa ta'ala kurse mbi të dërguar në ditë të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam dërgojmë përshëndetje, salata dhe selamet tonë. Nderuar vëllezër, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me hadithin e radhës, realisht është hadithi i tretë, cilin e shënon Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala në kuadër të 40 haditheve që i ka përmbledhur në librin e tij të njohur si 40 ose 40 hadithe të Imam Nawawiut rahimahullahu ta'ala. Hadithin e tretë është vëllezër në transmeton djali i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithin e parë dhe të dytin i ka transmetuar vetë Omeri, kurse të tretin e transmeton djali i tij Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Realisht ka ditë tash vëllezër është ka një kuptim parafort me hadithin paraprak që do ta ndëgjoni tash, mirë po padyshim që i ka dobitë e veta dhe ka kuptimet e veta dhe jo rastisht edhe autori ka përmend pikërisht pas hadithit e Xhibrilit, cilin e kemi shpjeguar në disa ligjërata. Thotë Abdullah ibn Omer radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kam dëgju profetin ose të dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam duke thonë buniyal islamu ala khamsin, është ngritë islami mbi 5. Çështo është teksti. Është ngritë feja islame për mbi 5. Pra 5 themele, 5 shtylla e para, shtylla e para. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Dëshmia se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë illallah, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan rasulullah, dhe se Muhammedi është i dërguari Allahut. Kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë, wa iqamis salat, me e falë që duhet namazin. Wa ita'i zakat, shtylla e tretë, me dhënë, me nxjerr, me dhënë zakatin. U sawmi Ramadan, disa transmetime wa hajj bejtil haram. U sawmi Ramadan, me agjeru muajin e Ramazan, wa hajj bejtillahi al-haram, dhe me vizitu shtëpinë Allahut, pra me kry haxhin. Këto 5 shtyllat e islamit të përmendur në këtë hadith që transmeton e shënon Buhariu dhe Muslimi. Këto vëllezër janë përmendur në hadithin paraprak që ka sinjor si hadithi Xhibrilit. Kur ka pyet profetin alayhi sallam, tregon se çka është Islami, ja ka thonë pikërisht, ka thonë Islami është dhe i ka përmend dëshmia, namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi. Kurse tash në këtë hadith, po thot profeti alayhis salam, Islami është ngrit mbi 5 shtylla, pra ka një kuptim tjetër tash. Hadithi por sikur po jap me kuptu se Islam është çato 5 shtylla që i ka përmend. Kurse ky hadith po tregon se këto janë shtyllat ose janë bazat ose janë themelet e Islamit. Këto janë themelet, mbi çto është ngrit. Pa këto 5 vëllezër, Islami është i mangët, madje me mungu e para s'ka Islam hiç, s'ka iman hiç, me mungu edhe dyta, çështja e namazit, është diskutabile mes dietarëve, po ashtu kanë folur disa edhe për zakatin. Sidoqoftë, kuptimi i shtesë i këtij hadithi kundrejt hadithit të Xhibrilit që kemi fol disa ligjata për së javës e kaluar, është se ky hadith po tregon se këto janë baza, mbi çto është ngrit. Mbi çto është ngrit, por nuk është krejt Islami këto 5 detyra. Këto janë detyrat kryesore, janë bazat, janë themelet, janë shtyllat mbi cilat ndërtohet
ka dhe shumë gjëra tjera në islam. Plot vepra të mira ka që janë prej islamit. Me këshyrë ose me respekt ndaj prindërve është prej islamit. Sadaka është prej islamit, me lexu Kur'an është prej islamit, xhihadi madje është pjesë e rëndësishme e islamit. E plot vepra të mira, por këto janë themelet. Këto janë themelet, madje janë themelet e forta të ashtu besimtar. Shkurtimisht, mos zgjeru shumë, shahadeti do thotë dëshmia i ka me dëshmu se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Të ashtu ka dy komponente të rëndësishme. La ilaha illa Allah. Pra me mohu se dikush tjetër meriton mu adhuru, për kjo është pjesë esenciale e shahadetit. Ai që e thot shahadetin, por thot edhe ata kanë mirë që po adhurojnë Isën, edhe ata kanë mirë që po bojnë kështu, shahadeti tina është i mungat, nuk është rregull. Fillimisht Allah po thot nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, vetëm një Zot është. Tash na vijnë këto festat që po i quajnë festat e fundvitit dhe ato pështillet krejt. So zoti, so festa, so urimi, so kështu që besimtari ka jashtëzakonisht të rëndësishme dashur vëllezër me kuptu drejt shahadetin dhe me besu pastaj. Po pjesa e parë është nuk ka të adhuruar tjetër. Subhanallah, Kurejshit dashur vëllezër. Kurejshit e Mekës kur i ka thonë për të thuni la ilaha illallah, ka thonë jo s'po thojnë. Thuni la ilaha illallah dhe s'po luftoj, ka thonë jo se e kanë ditë çka i bën kjo, me thonë la ilaha illallah do thotë nuk ka tjera zota. Nuk ka pastaj miron se ishte dikuj tjetër ose me adhuru dikon tjetër, por kur të thush të fjalë i bën që nuk ka tjetër Zot, nuk pranon tjetër Zot dhe nuk adhuron tjetër Zot përveç kujna illallah, përveç Allahu subhanahu wa taala. Ndaj janë dy komponentë të rëndësishme të kësaj të dëshmisë, pjesës së parë është me mohimi i gjitha zotave të tjerë pa të drejtë. Ka shumë zota në këtë dynjë. Zotat rajshëm, ka shumë. Njerëzit adhurojnë zotat të ndryshëm, deri ata në Indi, cilët adhurojnë lopën, Allahun e rujtë Rabbel Alamin. E adhurojnë. Jo veç, kjo nuk është veç fjalë, e adhurojnë. Nuk e hajnë, me bom ju dalë në rrugë, në alet komunikacioni, sepse që ashtu e kanë besim. Kurse ka dhe plot zotat të tjerë, është vëzër në disa vende që adhurohen përveç Allahu subhanahu wa taala. Ka në për vendin e për Afrikë që kanë hala ka idhuj ka dhënë haxhallarët të botës arabe në Karama Pamet, ata të kanë vizitu fshatra në për Afrikën e largët, fshatrat të thellë. Dhe të kanë gjetë hala duke adhuru gurin, kishin marru në gur, kush e kjo Zoti? I qetëshin me hamër, i qetëshin me pi, jo, me bo, këto me edhnu, s'ban heq, guri. A ka pasë dhe të na, e të na ka pasë dhe ka hala. Tyrbje, ato sene që kanë konë, është një farlej defekti madhë në adhurim. Sepse po të shkon mene, që që i peni lara me në gjitë në dorë me mojtë, ka dëbi. Ka dëbi që shto është një farlej bestutnia dhe plëtë të tjera. Ose tash bredhi, ky bredh është atë që është bua thjesht çështja e tij. Thjesht një bredh çka kolide, çka pe bën i kaq të madhe. Pe bën kaq të madhe sepse ata të cilët e kanë futur dhe e morën ata që e kanë të fesë. Ata bredhen e bojnë për shkak se besojnë se ju sjell të mirën në shtëpinë e tyre. Për shëtana nuk është mirë besimtari dhe nuk duhet besimtari me i pasu të tjere sepse bien ndesh me shahadetin. Bien ndesh me shahadetin tonë. Edhe la ilaha illallah, edhe me përzik njëna me besime dhe besim tjera është gabim. Andaj Zoti përkon fillimisht, para se me kërku më falë, para se me kërku me dhamë zeshatin, para se me kërku me agjeru, para se me shku në haqë, fillimisht në ka qitë shahadetin. O ti njeri, që kjo mund, Zoti po thot, nëse dënë me pranu drejt besimin fillimisht duhet me imu gjitha adhurimet tjera, pro gjitha adhurimet, gjitha zotat tjera, janë të pavlefshëm, janë të kotë. Pastaj illa Allah vetëm një mbetet. Vesh një, aja është Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe pjesë e dytë është e shahadetit është
wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe kjo pëse subhanallah nëse shahadetit besohet, përveç shqiptimit, besohet që shdohet dhe kuptohet që shdohet, besimtari shumë ma letë e kësh pas pastaj me praktiku fenë. Sepse kjo dëshmia veç Zoti me të më adhuru, e pjesa e dytë e shahadetit, që në me ndërë është kallaj me thonë shahadetin, nuk është pas qështu. Kallaj është me shqiptu, por është vështirë pastaj me qëndru. Dhe pjesa e dytë, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dhe dëshmoj se Muhammedi është i dërguar i Allahut, kjo do të thotë që çka të thotë Muhammedi i duhet me, nëse thotë bële, duhet me bo, nëse thotë leje, duhet me lanë. E jo pastaj me gra që shki qefti. Haram. I gra. E ndaluar. Shka qëri bankat sa miliardat janë hinë kredit populli jurë. Miliarda. Kredit. Miliarda. Dhe shumë për i tyre pa zër. Në ndruve turën, me shkumë përshime, me qitë fasat në shpis, me ble lukse, shumica. Allahu për thënë Kur'an prej gjënahëve të mëdha, jo vetëm gjënahë i madh, po dhe shpadhje luftë ndaj Allahut azza wa jall. E besimi që Muhamedi është i dërguar i Allahut, është që ti me pranu, me hecë rrugës e ti dhe me koni knaqër. Pse ti zotni po bosh ekstremist, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A dogna ty ekstremist, a nuk dogna e s'është me rëndësi? S'është me rëndësi. Rëndësi është me praktiku profetin që ka thonë sallallahu alaihi wasallam bashkëzër. Andaj shahadeti që vetëm që Muhamedi është i dërguar i Allahut nën kupton që me besu për profet, që fjalët e tij me i besu si shpallje. Shpallje. Sepse Allahu po thon Kur'an: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga hamendja. Ai nuk flet nga hamendja. Ai flet me shpallje, wahyun yuha. Edhe hadithet që i ka thonë, që disa thonë, a është në Kur'an? Si mos është në Kur'an, a ka thonë profeti, a është pjesë e shpalljes. Ai nuk flet nga hamendja, flet vetëm me shpallje. Në të shurëzër, dëshmia se Muhamedi është i dërguar i Allahut do të thotë që ky person është legjitim i vetmi me fol në emër të Allahut dhe me shpjegu gjonat në emër të Allahut dhe me jashtëru njerëzve rrugën të mirën dhe të keqen. Dhe kjo ka me ngele mirë dhe keqe deri në kiamet. S'ka me ndryshuar, sepse nuk ka më pejgamber tjetër. S'ka më, i ka sqaru. Ajde mos pret dikush që ka marrë me ndryshu. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Falni çish po falna. Kështu ka thonë pejgamberi sallam. Andaj pjesë e shahadetit, dëshmisë se nuk ka se Muhamedi është dërguar i Allahut është më fal çish është fal Muhamedi sallam. Khudhu anni manasikakum, kryeni haxhin çish po kryon, ka thonë pejgamberi sallam. Kryeni haxhin çish po kryon. O vllazni, o haxhiler, që të filën ditë pejgamberi sallam ka qëndru qëtu. Atëherë as shator s'ka pas. Tash bile ka shatora, pëzem, në mene, ose regulla, shënet është aje, unë përshke përin hotel me 5 yje. Mërë në haqin, mërë në Ramazanin, mërë në agjerimin, mërë në krejt që shi ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse tash vëllezër është pjesë e dëshmisë. Kjo kushti parë, ose themeli parë dhe më i rëndësishëm. Dhe ai që se pranon që dëshmi qështu, ai nuk s'ka heq ka lodhet me shku të poshtë, më falë, e me agjeru, e me heq s'ka që lodhet. Këto e ka të regu Muhamedi se kër e ka që më adhin në Jemen. Njëri për shokëve ti më të dashur që e ka pas, e ka që në Jemen, mi thirë njerës, mi jam kallëzu njerësve fejnë. I ka thonë, ja Muadh, o Muadh, inneke ta'ti qauman, ti po shkon te një popull që janë të krishterë, ehli kitab. I ka zbrit li pa, ose andaj ka thonë. Fillimisht tregoj atyre se nuk ka zot tjetër të adhuruar përveç Allahut.
dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Fa inhum ata'uk, nëse ata pajtohen e pranojnë që të parën, që Allahu është një, që Muhamedi është i dërguari i tij, dhe pas tij nuk ka më profet, nuk ka zota dashurëse përveç Allahut azza wa jall. 3 zota, 4 zota, Isa, Uzeri, djali i Zotit, Isa, nona, nuk ka. Ka thonë, nëse ata pranojnë që të parën, dëshmin që është duhet, tregojë se Allahu ka bo farz 5 kohë namaz. Fa inhum ata'uk, nëse ata pranojnë me fal namazin, tregojë se Allahu ka bo obligim me dhënë zakatin, atyre që i kanë rënë. Pra, të shëndazër shkojnë të renditura. Ndaj ati që dëshmia, ai që nuk e ka dëshmin, në rregull e ka problem pastaj edhe nëse falet, edhe nëse agjeron, ne që në herë në haqë diçka. Ai që thot edhe këta e kanë mirë, edhe ata kanë fejnë e tyre, e kanë, po mirë se kanë, se dhe na them e kanë fejnë e tyre. Se Zotë ju ka thonë, ju e keni fejnë tuaj, ne kemi fejnë tonë, po mirë nuk e kanë. S'ka mundësi me konë dy në rregull, kjo po thot Zoti që është të bëjnë që s'ka mundësi. E kanë besimin e vetë, e kanë të drejtën e vetë, kushtimisht me thonë, që Zoti i ka leju, edhe pse nuk e ka pranu, dhe se pranon asnjëherë, që ati mi bo shërë ke shok, mirë, po i ka lonë të lirë. Edhe ne do të me lonë të lirë, s'kemi obligim, s'kemi kompetencë, që mirë, po ne do të me folë besimtarve, tonë, muslimanëve tonë, që besimin me rujt, mos me e përzi, sepse pastaj rrezikohet këtë feja në tënësi. Themeli dytë, iqame salat, se hona të shëllëse që ke fjalla iqame. Që ke fjalla iqame, na e përkthejmë me falë namazin. Këtë kuptimit, edhe tjera fjallë që e në arabesh, na prapë thëna me falë namazin. Në gjuhën arabe që ke fjallë, nuk është veç me falë. Iqame salat. Yuqimu salat, u aqimi salat, falë namazin, nuk është për qëllim veç krye, hiç e gojle, nuk është për qëllim. Iqamet sa do më thonë me falë që Zoti ka dëshirë, me falë në kohë, me falë mirë, me falë nga dalë, me falë me kujdes. Namaz është kë, me njëherë mas shahadetit, namazi, as-salatu imadu din, o shtylla fes, o besimtar. Subhanallah, janë disa njerëz aq marakli janë për bashkë, për punë dunjallakut. Gjithë ditën i rënë e këshyre e ka qitë në pe, mirë është ajo. Po namazit nuk e regati që është. Ta falë në sekund. Ose duke u falë për cilë citatin. Pa shohë edhe tu në xhami. 60 vjetë, 70 vjetë, as 3 nuk i ka hije. Le ma plaku që falet që 50 vjetë namaz, duke qenë lidhën namaz, me këthy kokën shmajt e ndjodh, me këshyr kush hinje, kush dule, qka po thojnë, wallahi kjo është e ro. Kjo është e ro. Andaj ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, ka për njerëzë që në 60 vjetë falet, e s'ka kur fash përbimi, s'ka për namazin ti. Aja shkua, e ka bëha detin, mirë po, i ka më cëra dhe më ndashëdëzër me e falë, edhe me zemër, edhe me trup, edhe me ndinë, edhe më kënash namaz, edhe me pos mundësi, me orë pak ma hedet, edhe më koncentru namaz. Jo rasisht është e pëlqyshme me orë pak ma hedet në xhami, në që kur të hinë namazi, me konë këto, e dhikën me bo pas taj, mos me dalë me njëherë. Këto janë të rëndësishme pra që namazin me falë njërën sa më të mirë. Kudo që ta falë do është vëzër, dine se namazi është shtyllë e fesë. Feja jote varet për namazin. Aq me mirë që falë namazin, aq më të mirë e ki fejnë. Aq më pak rëndësi që jep namazit, dije se feja për ty së shumë rëndësishme. E mashtërën vetën, e rënë vetën, ba Allah nuk rëhet. As-salatu imadu din,
në një hadith tjetër çështja ka thonë më e rëndësishme të dynja, ka thonë është Islami. Kurse rësul emër, koka e kësaj dynja e çështjes, më të rëndësishme është Islami. Pra ai që s'ka Islam, ai s'ka bërë kurrë. Ka jetu dhe runë, ai ka shku këtë. Ka jetu këtë, ai që jeton pa feje, pa din, ka jetu këtë. Ka thonë koka është Islami, kurse shtylla ka thonë është namazi. Shtylla është namazi. Namazi. As-sala. Kështu i ka thonë pejgamberi alayhi sallam shokëve ti para se me dhon shpirt. Namazi. Pro edhe që e falni, namazi. Kushton e rëndësi namazit. Falni namaz. O vëllezër, alhamdulillah, Allahu azza wa jalla na ka nderu. Sa njeri ka që me shku në haqë, pas ka mundësi. Haqë të në edhe më kushtë të në edhe shëndet, edhe mundësi me shku. Sa njeri ka që me dhonë zëqatin, s'ka mundësi. Sa njeri ka që ndoshta me e gjeru, s'mundet me e gjeru. Kurse namaz, veç kur s'da. Ma dje s'konoj me brit heq me ardha më mazonë, se me ardha haqë. 24 orë, mundësit janë më falë. 2-3 kohë që nuk është e pëlqyrshme më falë. Falë, farz, nafile, sunet, maj fort, maj dëpë, natën, ditën. Pra të është të zërë mundësia e madhe është për mes namazit që besimtari në fitu, por edhe është shtylla kryesore e dinit. Pastaj ka thonë me dhonë zeqatin, o i tajt zekat, dhënia e zeqatit, pra të është është një shtyllë prej shtyllave të rëndësishme të fesë. Është obligim për një pjesë të besimtarëve. Qoftë në pare, në mall, qoftë në mall tregtie, qoftë në ato llojet e zeqatit i dini pak a shumë, por është hak, përveç që është obligim, është hak i fukarave. Dhe është hak i Allahut azza wa jalla dhe i fukarave. Andaj ai i cili nuk e jep zeqatin, kur e ka borxh, ai është sikur se me ia marr fukarave një pjesë të pasurisë tyre dhe me punu me dhe qashtu është. Si ja jep hakun, ai është hak i tyre, është në dorën tonë. Sikur se kjo shteti që ka bëhet në merr tatimin e ato, ai s'po të vetë hiç 18% e 20%, as po të vetë hiç, bile si del rroga, shkon për naton. E neve Allahu na ka stimulu 2.5. Shteti më na merr të gjithëve. Një kafe me shku me pi, kimi do atë, një buk me bledhe, pse të buk salos për shaku puna. Po fjole, po bjen. Ku të punohet, 18%, shkun atje. Zote, s'na ka rënu këtë shumë. Ka thonë, ata që i kanë kushtet ma mirë. Edhe atyre sa 2.5%. E jo çdo herë, sot fiton me njëherë, jo e ka thonë njëherë në vetë, o musliman. Njëherë në vetë. Nashta ke fitu shumë gjatë viti, ke fitu mirë, po i ke harxhit. Sta lyp Zoti zeqate për çata. Jo kanë kur ti bësh një vjet e shirë mësot kalmet, subhanallah. Edhe çështo, edhe prap muslimanët bojnë munohen me ikje, munohen musliman. Andaj të shpozër Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka marrë hyqmetin mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, disa prej arabëve s'kan pranuar me dhënë zeqatin. Muhamedi do dek ty bën e na dhënë çetina. Edhe Ebu Bekri ju ka shpat luftë, e shteti ka hi, ju ka marrë me zar. Krejt që ka një dhonë kohët pejgamberit alayhi salam, keni me dhonë edhe që tash. S'ka, kjo është din është. Kjo është hak i Zotit, nuk çepe. Ka thonë, edhe ne asi janë ato kolet të rrallë që i bojnë ato arabët, si qesin mishamia. Edhe që ato kom ja morë. Edhe kalopin e deves, në kohët obligimi i fukaros, kom ja morë, u të heci. Pra me pas shtet
shtetë muslimanve. Edhe ky shteti jo s'na lëshon pa tatim ka atje. Mirë po, shteti pro ta merë jo mbledh zakatin atyre që nuk e japin nëse pra refuzojnë me dhonë, është drejtë me mbledh. Pastaj është katërt është shkurja në hax ose agjerimi i Ramazanit. Po është shtylla e rëndësishme. Një muaj gjatë vitit, edhe këtu e dinë ato rregullat, kush e ka shëndetin dhe nuk është udhëtar, është në vendin e tij. E ka obligim farz, jo mirë, apo thënë është mirë, valla mirë është me xheru. Dia pa tjetër, e thënë mirë është më fal. Tash më mirë është më fal, po është farz o është kërrit. Se kjo mirë, ju që po fali mirëve që dhe na jena mirë, po ju nuk keni kërka hiç. Pro është farz detyrë dhe jo vetëm farz, po temeli i fesë është edhe agjerimi i Ramazanit. Normal pastaj lirohen kategori që nuk e kanë obligim për shkak që s'kanë mundësi. Qo për shkak smundjes, qo për shkak se është udhëtar dikush. E këtu pastaj ka rregulla se kur duhet me kompenzu, kush kjo është tjetër mesele. Dhe shtylla e 5 dhe e fundit është kryerja e haxhit. Në vetë. Namazi çdo ditë. Zakati në vetë 2.500 për një pjesë pasërisë, agjerimi një muaj gjatë vitit, kurse haxhi për shkak se edhe ka kosto. Andaj ata që po ankohen shtrajt, po njerë në vjetë breki, njerë në vjetë e ki. Njerë njëtë e ki obligim. Njerë njëtë, di që është pak shtrajt. Por njerë njëtë, mi vetë që tash ju so shpije këni ma ushtë të dejsh tash, një 4-5 dolin, ati, kaj 3-4 euro, so e në shku. Elhamdulillah, nështë. Por njerë njëtë e ka po zotë obligim. Nëse janë rënet, ka thonë nëse, me shku me kry haxhin, nëse i ki rënet, njët e krym detyrën. Dhe ai që shkon e kryn haxhin njët, ai thotë më dhosh zoti i me rapet ka me ardhë, si të vend. A nashta me zërë shku. Qashtu zoti ka po, nuk ka thonë veç me shku qashtu. Ka diçka ato. Ka diçka. Pleqe, bloka që këtu nashta me 2 shtoka ka vinë xhami, kur i pash atje, sonë nxen. S'dithët, po më nimo zoti, po nimo zoti normal. Për shta shkohet atje? Atje shkohet me pas Allah Azza wa Jall që atje ka nimu Ibrahimin, ka nimu ato, ka nimu pejgamberin, shkohet më afru të zotë të dashur në zërë. Subhanallah, në këto 5 ondjetarët, obligimet ndohen 4 lloje. Ato që kanë bojnë me vepër e gjuhës. Vepër e gjuhës, shahadeti. Edhe zemrës. Pa pas në zemrën rregull asnjë vlen. Me gjuhë shahadeti. Vepër e trupit, namazi s'ka nevojë me pas pare. Me koni shëndosh do të më falë në kam. Po valla me kam pak e smut, mund është më falë ullur. Po valla s'ullur ka thonë në ratë. Por namazi është vepër e trupit, e gjuhës, e trupit, zakati është vepër e mallit. Atë veç me mall. Edhe nuk është kush me koni shnush. Po veç me pas pasuri. Dhe është Ramazani që është e shëndetit. Dhe është e fundit haxhi që kërkon edhe shëndet, kërkon edhe trupin, kërkon edhe mallin. Pra dash vëllezër, në farë forme, kanë thonë dietarët Allahu Azza wa Jall përmes këtyre obligimeve, dëshmia është fillim, pastaj fillon provimi. A ka vullnetar? Kur sa të la ilaha illallah, unë la ilaha illallah rasulullah, atë kjo është kallaj me thonë, fillon pyetja e parë, namazin. Dikush e fal namazin. Mashallah. Zakatin, po s'ka se me prejkë të gjepi, me prejkë të paret nuk në gjendje është, më falë gjizë 24 orë, por 5 herë me t'i lonë xhami vjen, e për shta ka lonë zotin, trak, Ramazanin, zakatin, me pastru njerin, shahadeti e pastron mendjen,
Apo shine do shëndëzër disa që ka jenë med që se kanë pas qartë pse kanë orë këtë jetë, për kam po jetojnë, apo i shehenit duke u silë. Herë komunista, herë ateista, tash janë bërë deçanistat, njëtit njerëz janë. Sa i s'ka kiben. Ata janë me të pa kiben. Dhe vetë silën që si që ka jenë kundra i fesë. Qatë grupi gjonë. Ku të njën që dikun po luftohet feja, ata qato janë, që të bohën bashkë. Shahadeti. Ta pastrën i kallëzën njëri që një zatë është. Ajna ka kriju, ta i kemi mu këthy, aja është furnizu, si e kështë në radhë shumë. Pas ta i vjen namazi e pastrën shpirtin, inna salatet tenha anil fahsha. Pas ta vjen zeqati e pastrën nefsin, ta maqarllaku, dashëria për mallë, kështë në radhë. Pas ta i vjen agjerimi, do shplëzër, e pastrën trupin, e pastrën për atyre gjonëve, dhe vjen në fund haxhi që të lidh me metin dhe shet që te o njëri që bjarë i kasnën uso muslimoni i mirë është subhanallah, ka njëri kur një farë mesi kur nuk është muslimoni doket që nuk ka si kërkuj, sahabi doket vetja po kur shkajsh në haxh e kur ti pa ish do pleqe, do ploka kanë 100 vjetë edhe sonin në zemë të bota vofin e këta do tund a bën hoxh në kolis musil se guni diçka po më dhenë. Për shembull, o lozën në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është njëri prej hoxhallarëve që jap halamsin, Sheikh Abdulrazak al-Badar, profesor i Shuha. Thot, duk hina një natë me fal namazin e taravihit. Dhe para meje po ecë një person jo arab, Pakistan ose Bangladesh. Po vjen me 2 shtoka. Ose me 1 shtok, me 1 shtok. Ai me 2 po pa një kohë. A hec këta me 2 shtoka. Namaz të radhire. Kjo është, ka mundi me ndëgju, se është si ders gjinët në arabisht. Shkoj në xhami, hini në saf, namaz të radhire. Edhe gjutje shtakën të rake, palaj edhe u ledhë. Allahu Akbar, një kamë. Përmi 2 orë zhatin të ravit me dinën harem. Përmi 2 orë një kamë, edhe tha nuk levrit ke veni. E njëri ko shkon atje, po dhe të në këto shë. Në Prishtinë. Allah më shirot në haxhika qinë. Allah më shirot të Rabbel Alemin. Jo në slapit, i lushit. Ka vdek tash, nuk haron me ndëgju vetë, me një gjuma, e pyti hoxha, tha ku kem ri, tha ofer 400, me koran bëjke laf ku kem ri, unë më ndëva që me thëtë faqe 400, argati e paska, jo, aj gati kesh bo 400 hatme. Ta kom kënu për këto, kom kënu e rejave, kom kënu djere, kom kënu atine, kom kënu tina, po 400 kënu mashallah. E dikush, një fjallë stalet ose stalet zënë, Koranin njëtë kanë zuhalo dhe i tjep dërse të kalë zënë. Pra do shumë të zërë njeri kur delle, kur shej, kur shka në haqë, shej atje muslimën e shej që shbore, kur dhe të shej që i rritët i mone dhe shej pas të edhe vetën që jena largë, Allah në përrisë të Rabbel Alemin. Ka shumë mësime do shëllëzër të rëndësishme edukative nga kjo hadith. Ndoshta nëse shumë të rëndësishme jo në ashme me i plëcu, sepse ora u bo, ashtu që është pejmojnë e zakonisht, rafërsisht 25-30 minuta. Allah Azza wa Jalla ju ruti i shpërbletri i nderoft, e na mundsof me praktiku këtë fe, ashtu që ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, Allah Azza wa Jalla ka kërku këto 5 shtylla dhe themelet gjithsesi, por me plotësu pastaj edhe me vepra të tjera që Zoti është i kënaqur. Selam aleikum wa rahmatullahi